ajo që dihet dhe ajo që është në pistën e hetimeve është se një person, një 30 vjeçar me ngjyrë, është ndeshur me burim Beni Havullin 41 vjeç, i cili ishte super në një pallat, në pallatin ku ai aty dhe jetonte dhe punonte. Dhe sipas policisë dhe hetimeve që po vazhdojnë, megjithatë policia ka dhënë edhe një numër dhe kërkon edhe ndihmën e qytetarëve për informacione të mëtejshme, dhe ajo që dihet deri tani është kjo që në orën 8:45 datës 12 nëntor, pra 8:45 të mëngjesit, personi i cili u ndesh me superin ishte duke vjedhur, pra duke vjedhur një pako nga ato të pakot e koli postare, pra që të kompanisë Amazon. Dhe në ky person i cili bënte këtë vjedhje, sipas policisë dhe hetimeve që ka policia, ka kryer disa herë vjedhje të tilla në atë zonë, dhe ishte në ndjekje të policisë, si edhe vetë burimi e kishte njoftuar policinë disa herë për humbjen e këtyre kolive dhe vjedhjen e tyre përpara ndërtesës, përpara pallatit ku banonte. Dhe rasti i fundit, pra, që ishte ky që ndodhi atë ditë, pra ditën e mërkur, datën 12 nëntor, në orën 8:45, u gjendën të dy ballë për ballë, pra ishte momenti, duket se burimi e ka ruajtur atë moment dhe e ka ditur se ky person do të vinte përsëri dhe do të bënte të njëjtën gjë që kishte bërë edhe më përpara. Dhe në atë moment, meqense burimi ishte një fizikisht ishte një 41 vjeçar me një fizik të mirë edhe i fuqishëm, e mbërthen vjedhësin, pra këtë 31 vjeçarin, i cili kishte marrë atë pakon, por gjatë paleshjes fizike, pra gjatë asaj konfrontimit me njëri tjetrin lidhur me kapjen e tij, ai personi i cili ishte duke vjedhur e ka goditur brapa kokës, në pjesën brapa kokës, në pjesën që quhet truri i vogël. Pra goditja fatale ka qenë ajo që e ka marrë në pjesën e prapme të kokës. E ka goditur me telefon, me iPhone-in, pra. Por policia është në hetime për mjetin e goditës, patjetër që ka qenë mjet i fortë, po mund të qenë edhe ndonjë hekur, ose mund të qenë ndonjë diçka tjetër që e ka goditur pas koke. Zotërisina, na shpjego edhe një gjë tjetër. Viktima ka mbetur në vend aty, apo ka vdekur rrugës për në spital, apo si ka ndodhur vdekja e tij? Jo, kur e ka goditur personi burimi ka qenë pak i tronditur, pra, por ka qenë në gjendje sa e ka mbajtur personin aty tek vendi i ngjarjes, derisa ka ardhur dhe policia. Nuk ka lëvizur nga vendi bashkë me të, e ka vendosur e ka shtrirë për tokë dhe e ka mbajtur derisa ka ardhur policia. Por kur ka ardhur policia e ka pa që ka pas një rrjedhje gjaku në pjesën e prapme të kokës burimi. Dhe i ka thënë që a ke nevojë për ndihmë mjekësore, të thrasim autoambulancën dhe të dërgojmë në spital. Jo, ka thënë, nuk ndjem keq, jam mirë, ka thënë për momentin, por sidoqoftë, nëse përkeqësohem, unë do t'ju njoftoj. Dhe në momentin që ka shkuar në shtëpi,
gruaja e para ka qenë gruaja ajo që e ka pritur dhe e ka ndjekur dhe ngjarjen nga kati 2, se në katin e 2 jetonte dhe e shifte për nga kati 2 se çfarë po ndodhte në hyrjet e pallatit dhe në momentin që hyn në shtëpi ai rrezohet më njëherë për tokë dhe i fillojnë të vjella, tregon bashkëshortja e tij. Dhe kur fillojnë të vjellat dhe rrjedhje gjaku, nuk kalojnë as 1 minutë ose 2 minuta sa po ka thirrë emergjencën bashkëshortja e tij, ai ka humbur ndjenjat dhe më pas kur ka ardhur autoambulanca dhe kanë ardhur këto ndihma e shpejtë, pra, kur ka ardhur ndihma e shpejtë, kanë konstatuar se ai ka humbur jetën. Pra jetën e ka humbur, vdekja e tij konstatohet se ka ndodhur brenda shtëpisë. Zotërisina, shumë e rëndë, shumë e vështirë, edhe policia në këtë rast kur e kam parë burimin në atë gjendje e vështirë neve s'na takon të spekulojmë, por nuk është dashur që të lihet në atë situatë. Tashmë personi është i identifikuar. Çfarë pistash po hetojnë aktualisht autoritetet? Është vrasje me qëllim, kjo është pista përfundimtare, por megjithatë është në pjesën e ekzaminimit nga hetimet, pasi policia thotë që ajo raporti zyrtar i jepet mbasi të merren dhe kampionat e fundit të gjetura aty në këtë ngjarje. Pra përfundimisht është kjo që ai është gjendur në një moment shumë të vështirë, edhe vetëm ajo ndërgjegjja e tij për punën që kryente nuk ka deshur që ta lëri atë dorazin që të largohej për ngjarjes derisa të vinte policia. Pra ishte një njeri i ndërgjegjësuar për punën, edhe atë thanë edhe të gjithë ata që e njihnin, komshitë e tij dhe banorët e pallatit ku ai ishte suport. Ka ndonjë afat zotërisinat për rezultatet paraprake të hetimeve? Patjetër ajo vazhdon, personi është i arrestuar, qëndron është në burg, por vetëm pritet masa e arrestit që nga raporti i policisë sot ose nesër afati është, mos gabohem, është 48 orë, pra pasi kanë kaluar 48 orë, sot besoj do të jetë edhe ai varianti përfundimtar i raportit të policisë. Si është pritur nga komuniteti shqiptar atje, sepse nga ato që po shohim, nga informacionet që po vinë nga atje, duket se burimi ka pasur një përkraje, një pëlqim nga shumë shqiptar, e kanë përshkruar si një njeri që u ka ndihmuar të gjithëve? Jo vetëm shqiptarët, po se shqiptarët e kanë qenë edhe më të lidhur me të dhe e njohin shumë mirë të gjithë ata të lagjës kubanon dhe këtu në qytetin e kubanon në New York, që të gjithë ka shprehur atë ngushëllimin e tyre dhe janë të shokuar, do të thoja unë. Është me të vërtetë komuniteti shqiptar është në shok me këtë që ka ndodhur. Është një shok i vërtetë dhe një dhimbje e madhe në të gjithë komunitetin, pasi edhe media këtu, media lokale, shtypi lokal, të gjitha televizionet, gazetat, radiot, informacion kryesor në emisionet e lajmeve lidhur me kronikën e zezë ka qenë ky lajm. Është shumë i lidhur dhe shumë që ka shokuar pothuajse gjithë komunitetin e këtij qyteti, pra gjithë banorët e qytetit të Brooklynit, pothuajse janë të shokuar nga duke ndjekur intervistat dhe gjitha komentet që janë bërë dhe të gjitha raportet e gazetarëve tregojnë se ka
një ndjenje shumë të madhe të hidërimit lidhur me këtë vrasje që ka ndodhur, një vrasje. Do të thotë zotëri Sina, edhe policia e thot këtë vrasje sepse e pata një bisedë me familjarin e burimit, viktimës. Dhe ai kërkoi nga ne si media që të bëjmë thirrje që mos të cilësohet si vrasje, por që rasti, ajo shtytja apo ajo goditja që ka marrë burimi pas koke e ka shtyrë deri tek vdekja, dhe ata nga familja Volli kërkuan që të quhet si vdekje. Si është cilësuar nga policia? Është cilësuar si vrasje? Ende nga policia pritet të sot është ajo afati përfundimtar, pra pas 48 orëve sot pritet që të jepet ai raporti zyrtar, që është vrasje apo është vdekje e natyrshme, nuk përcaktimi që do të bëj policia, pra. Vetëm kjo nuk dihet. Deri këtu dihet që ai është goditur pas koke me telefon dhe mbasi ka shkuar në shtëpi, ka vdekur. Qartë. Zotëri Sina, faleminderit për kohën, për gjitha këto shpjegimet që thatë për ne dhe dëgjuesit e Radio Tukajqinit. Kënaqësia ishte ime. Shëndet, ditë të mbar. Gjithatë, mirë.